Në manastirin e Ardenicës u përkujtua një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë son kombëtare, kurorëzimi i Gjergj Kastriot Skënderbeut me Donikën, një moment që simbolizon unitetin dhe trashëgiminë tonë kulturore. Data 25 prill u shënua përmes një aktiviteti të organizuar nga Bashkia e Lushnjës në bashkëpunim me fëmijët e qendrës kulturore. Ceremonia u zhvillua pikërisht në ambientet e manastirit të Ardenicës, vendi ku sipas traditës historike u kurorëzua heroi ynë kombëtar. Fëmijët nën kujdesin e instruktorëve të artit sollën për publikun element simbolik të dasmës së Skënderbeut dhe Donikës, duke rikrijuar atmosferën e asaj kohe. Kurora e ullirit, flamuri me shqiponjën dy krenare dhe tingujt e tupanit krijuan një tablo festive që ndërthurte historinë me traditën. Ky aktivitet përkujtoi 575 vjetorin e kësaj ngjarjeje, duke e kthyer në një moment të reflektimi dhe krenarie për identitetin kombëtar. Pjesë e ceremonisë ishte dhe kryetarja e Bashkisë së Lushnjës, Eriselda Sefa, e shoqëruar nga nënkryetaria Maldrita Bardho. Në fjalën e saj, kryebashkiakja theksoi rëndësinë e ruajtjes dhe përcjelljes së vlerave historike tek brezat e rinj. Në përfundim, aktiviteti u mbyll me një mesazh për të rinjt, si trashëgimtar të historisë dhe kulturës shqiptare, për të mos harruar rrënjët dhe për të çuar përpara traditat e vendit. Sot jemi në manastirin e Ardenicës, në një nga monumentet e trashëgimisë kulturore më të rëndësishme të Bashkisë Lushnja, ku 575 vite më parë, ceremoninë fetare të martesës, heroi jon kombëtar Skënderbeu me Donikën e Aranitasve organizoi këtu në këtë manastir, dhe ne në mënyrë simbolike sot po organizojmë këtë fest në mënyrë që ta kujtojmë të ngjarje, por patjetër që të mos harrojmë historinë dhe ta transmetojmë atë tek brezat e rinj.